Deklarata bomb, sipas ekspertëve, Rusia, Amerika, Kina dhe vendet të tjera të botës po luftojnë kundër Bashkimit Evropian dhe duan që ta shkatërrojnë totalisht. Çfarë po ndodh tani po ja u tregoj. Nuk është një luftë me armë, por është një luftë ekonomike e filluar prej vitesh dhe tani janë bërë publike disa studime dhe disa dosje që kanë dalë haptazi për sa i përket Bashkimit Evropian që kundrejt Bashkimit Evropian është pothuajse gjysma e botës kundër. Dhe tani dua ta diskutoj me ju sepse jemi pjesë, duam apo nuk duam, ne shumë prej nesh gjenden në Bashkimin Evropian, sepse nuk jetojmë në Shqipëri. Por edhe ata që jetojnë në trojet shqiptare, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, ku ta di unë, me kalimin e kohës duam apo nuk duam ne do futemi në Evropë sepse jemi në Evropë. Dhe ndon se dikush mendon që po ne jemi në Ballkan, ç'lidhje ka? Po, sepse ne gjendemi në Evropë. Evropa është deri në urën e Bosforit, në Turqi. Dhe do ta shihni që me kalimin e kohës do futet edhe Turqia. Nuk janë fantazi këto janë të dhëna që të ekspertëve që i kanë studiuar për kohësh. Tani çfarë po ndodh? Një organizatë e famshme amerikane ka dalë haptazi këtë vit, pothuajse edhe në maj të vitit 2025, ku deklaron haptazi që Bashkimi Evropian nuk duhet të ekzistojë, sepse ne është kundra Amerikës. Unë nuk e di që Bashkimi Evropian është kundra Amerikës, po doja që ta diskutoj me ju, sepse kjo organizatë e quajtur Heritage Foundation, që është e njohur thash nga ekspertët kohët e fundit, kanë dalë publikisht të bëjnë ç'është e mundur për të shpartalluar, për ta shpërbër Bashkimin Evropian. Pse duan ta shpërbëjnë? Nëse keni vënë re, ato taksat e vendosura nga Trumpi vitet e fundit nuk kanë të bëjnë sepse Amerika nuk është e fortë. Amerika është e fortë dhe taksat që ajo ka vënë pikërisht pra që të mund të shpërbëj Evropën. Sepse nëse do ngrë taksat në Evropë ashtu siç mendoi që ti vendoste taksat, ai ka ngritur po jo aq sa mendonte, ai ishte i bindur që do ta shkatërronte Evropën dhe do të rifillonte prapë nga e para në çdo shtet. Pse kjo? Sepse për të mbajtur kontrollin global është më e thjeshtë. Sepse tani Bashkimi Evropian, që është e vërteta, ka një forcë ekonomike shumë të madhe. Nëse keni vënë re, ky euro është shumë më i fortë nga dollari, bile ka qenë shumë i fortë, mos i kishin vendosur këto taksa që tham më përpara. Por nuk është vetëm Heritage Foundation kundër Evropës, por janë edhe disa organizata brenda Evropës. Një organizat për shembull që është hungareze, që është një MCC, një diçka e tillë, dhe një tjetër polake, një organizat polake e quajtur Ordiorik, diçka e tillë. Pak rëndësi ka, por janë organizata që kanë kohë, që janë deklaruar kundër Bashkimit Evropian. Dhe këto organizata, për shembull këto që të dyja, një hungareze dhe ajo polake, janë të investuara të drejt për drejta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia. Dhe këtu tani lind pyetja, tani drejtëmori, janë bashk apo janë veç rusët me amerikanët? Apo janë mbledhur bashk sepse duan që të shpërbëjnë Bashkimin Evropian? E them këtë sepse në botën e sotme, siç e kam përmendur disa herë, nuk do të ketë një luftë me armë, por lufta, me sa duket, ka filluar pra që prej vitesh, që është një luftë ekonomike, dhe tani po ju them se përse. Kisha bërë një video vitin mbrëm, ditën e kaluar, që thoshja për Kinën. Në fakt Kina ka dalë me këtë deklaratën e fortë, ndonse nuk duket që është një gjoja, nuk duket që është një ligj, por ka bërë një ligj që të gjithë banorët dhe shtetasit kinez të mos përdorin monedat virtuale, sepse monedat virtuale janë të dëmshme, thonë këta, për vendin. Por ç'është e vërteta, monedat virtuale ka edhe jo vetëm amerikane, por edhe evropiane. Dhe atë që bën Kina, duke ditur që ka buxhetin e madh, pra kryesor të produkteve që
prodhohen në Kinë për i mbar botën, e di që një pjesë prej tyre janë evropiane, pra produktet që Kina prodhon. Dhe duke bërë një luftë ekonomike në këtë rast të kriptomonedës, e di shumë mirë që janë miliarda para që do t'i hiqen Bashkimit Evropian. Dhe tregohet që kjo është një taktik e bërë prej vitesh, e studiuar në mënyrë perfekte, shumë të zgjuar nga rusët, nga indianët, nga iranianët dhe nga vendet e tjera, sepse kanë vënë re që Bashkimi Evropian është shumë herë më i fortë se të gjithë këta së bashku. E di që duket si fantazi, por dëgjojeni, sepse përveç monedhës, ju shikoni, gjithë bota vërtitet për rreth Evropës, sepse Evropa është vendi më ku lindi çdo gjë. Dhe të gjithë kanë frikë nga Evropa. Dhe këtë po bëjnë prej vitesh. Bile kjo Heritage Foundation ka filluar që në vitin 2006 që të bëj propaganda të tilla pra kundër Bashkimit Evropian, duke bërë edhe konferenca, bile jo vetëm në vitin 2006, por në vitin 2018, në vitin 2020, madje në vitin 2024 doli haptazi dhe shkoi në Poloni për të bërë një kongres të madh kundër Bashkimit Evropian. Po, pikërisht në Poloni, dhe tregohet që kanë hedhur para pafund për të shpërbërë Bashkimin Evropian. Dhe këto organizata po luftojnë edhe me fjalë në fshehtësi, me spionazh, të paktën kështu thuhet. Dhe të gjitha këto së bashku mendojnë që shumë shpejt duan që të shkatërrojnë Bashkimin Evropian. Unë mendoj që jemi në një situatë vërtet delikate, por doja që të mos kishte probleme të tilla dhe do t'ju them se përse. Gjendemi në një planet që ka probleme të mëdha nga të gjitha anët dhe e gjithë kjo që bëhet, pra qoftë luftrat të vogla ose dhe ato ekonomike, bëhen vetëm për një gjë, për dominim. Mirë po, dominim të çfarë? Sepse ne as nuk kemi gjetur gjë këtu, por as nuk kemi marrë gjë. Sepse nuk kemi gjetur, sepse i krijuam ne. Pra, i ndërtuam ato që ndërtuam, pra teknologjinë po flas, dhe ne teknologjinë do ta lëm këtu. Dhe ne nuk jemi në gjendje që të jetojmë përgjithmonë. Dhe kjo është thelbësore për ta kujtuar, sepse kjo tregon që është çfarë do lloj gjëje që të bëjë njeriu është e kotë. Është e kotë sepse ne duhet të jetojmë mirë për sa kohë jemi gjallë, jo se duhet të vrasim njëri tjetrin ose për dominim ose të shkatërrojmë një apo një tjetër. Qoftë për dominim, por qoftë edhe për kontroll. Pse kjo? Sepse njerëzit mendojnë se kështu ka qenë gjithë jetën, gjithë jetën njerëzimi. Tani do ta dominojmë këtë ne, si për shembull bëri Perandoria Otomane. Do bëjmë këtë që të jemi të fortë. Po pastaj çfarë bën? Ja, 300 ca vjet ose ja dhe 500 vjet gjithë ato territoret gjysmën e botës e sunduan. Po pastaj romakët çfarë bën? Bën gjithë atë, po thuaj, më shumë se gjysmën e botës e sunduan. Po pastaj çfarë u bë? Ja, është prapë Roma që ishte dikur, është akoma sot. Aty janë. Tjetra, në perandorin bizantine, e njëjta gjë, shkatërroi çdo gjë, pastaj çfarë u bë? Pra, në të gjitha kulturat, po t'i vini re, e gjithë historia është e përsëritshme me të njëjtat gjëra, që na japin mësim të drejt për drejt që çfarë do lloj gjëje të bësh ti, ne jemi këtu. Dhe e fillojmë nga e para, sepse lindim nga zeroja, të gjithë lindin nga zeroja, dhe kur vdesim nuk marrim asgjë me vete. Pra, çfarë të mirash ka dominimi, këtë doja të thosha, këtu doja të arrija. Çfarë të mirash ka dominimi, sepse çdo gjë bëhet për dominim, apo jo? Çfarë të mirash ka? E zëm që tani është momenti i periudhës së zhvillimit teknologjik, ku ta di unë, dhe nëse do zën vendin kryesor disa shtete, do jenë ata që do udhëheqin, po pastaj. Ja do udhëheqin një kohë, po pastaj. Me një fjalë, këtë që në sintezë nuk e kupton njeriu. Njeriu është i pangopur, po t'i vini re, sepse do pafund. Çdo gjë e do dhe e do pafund. Nuk ka sapo merr diçka, okay, do më shumë. Po ashtu edhe me fëmijët. Nuk ka fëmijë, do fëmijë, merr fëmijë, pastaj kur fillon bën të tretin, të katërt, 5, 6, po unë ç'i dua gjithë këta? Më çmendën. Pra, kur
Kur s'ka, kërkon që të ketë, dhe kur ka, kërkon që mos të ketë më, në çdo gjë. Pra, kjo quhet pangopsia. Në fakt, po t'i vini re, të gjitha këto ligje që ka bërë njeriu deri tani, po t'i shikoni, në fundit janë ligje që janë të si mund të quhen, të rivendosura nga ligjet të tjera. Siç e kam thënë për herë që ne jetojmë botën e gabimeve. Kemi bërë një ligj sot, por themi që kemi bërë gabim dhe nesër e mohojmë këtë ligj për të bërë një ligj tjetër dhe pastaj pas nesër mohojmë atë ligj bëm të ri për të bërë një ligj tjetër. Pra, unë mendoj që për te këtyre informacioneve që ju thash më përpara, që janë të gjitha këto kompanitë, të gjitha këto heritazhet apo MCC-ja apo ajo Polakja Ordjuris e tjerë, të gjitha këto dhe të tjera akoma që janë të fshehta, nuk bëjnë gjë tjetër veç se janë të sponsorizuara nga disa shtete për të tradhtuar ose për të shkatëruar Evropën nga brenda. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për Evropën? Sepse ne përveç se jemi pjesë e Evropës, por në fundi çfarë mendimi keni? Evropa, sidoqoftë, deri tani, të themi të vërtetën, është demokracia më e madhe, më e pastër, më fort që gjendet për momentin. Apo jo? Më thoni ju, sepse më thoni ju, ku ndodh që, në çfarë vendi ndodh që vend të huajt, si për shembull nga Afrika apo shqiptarët apo kudo qoftë, bëjnë ç'të duan në Evropë dhe Evropa i fal. Ku keni parë ju në vende të tjera? Sepse po të vesh për shembull në Amerikë apo ku doni ju, të fusin brenda edhe nuk del më. Pra, përveç kësaj, ka edhe shumë të tjera. Për shembull, në Evropë, demokracia pagon. Të huajt u jep i mban që të rrinë këtu. Dhe ne jemi dëshmimtar, shqiptarët, dëshmimtarët e parë që ne ishte pikërisht Evropa që na ndihmoi që dolëm nga komunizmi dhe që sot gjendemi dhe kemi formuar jetën tonë nëpër Evropë. Pra, çfarë mendimi keni ju për Evropën? Këtë doja të thoshja. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë.